Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim po shqyrton dhënien e një huaje korporative deri në 29 milion euro për operatorin e sistemit transmetimit dhe tregut në Kosovë. Kjo hua synon të financojë rehabilitimin dhe përmirësimin e stacioneve, transformatorëve dhe linjave të transmetimit elektrik për të forcuar besueshmërinë e rrjetit të tensionit të lartë. Gjithashtu nisma mundëson rritjen e kapaciteteve të energjisë rinovueshme dhe digitalizimin e aktiviteteve të operatorit të tregut. Investimi do të mbështetet edhe nga një grant prej 5 milion euro nga Fondi Bashkëpunimit Danez. Ky projekt do të përmirësojë ndjeshëm rrjetin energjetik të Kosovës duke rritur kapacitetin e tij me 300 megawatt veçanërisht nga burimet e rinovueshme. Ai do të mundsojë lidhjen e instalimeve të planifikuara të energjisë së gjelbër që aktualisht nuk janë të realizueshme për shkak të kufizimeve të rrjetit, si dhe do të zvogëlojë rrezikun e pengesave për instalimet ekzistuese. Për më tepër do të përmirësohet funksionimi i tregut të energjisë përmes digitalizimit, duke lehtësuar tregtinë e energjisë elektrike. Projekti është në përputhje me strategjinë e Bergjit për Kosovën, e cila thekson zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit energjetik. Rehabilitimi në stacioneve, zëvendësimi i transformatorëve dhe linjave të transmetimit do të përmirësojë eficiencën e energjisë dhe besueshmërinë e sistemit. Operatori i sistemit të transmetimit dhe tregut është një kompani aksionare në pronësi të plotë të Republikës së Kosovës dhe të drejtat e aksionerit ushtrohen nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Detyrat kryesore përfshin operimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, si dhe menaxhimin e tregut energjetik.